nuk është subjekt hiri i Perëndis. Hiri i Perëndis është vetë Jezus Krishti. Jezusi është rënja e Davidit. Hiri bi dhe bia është rënja e shenjtërimit në jetën e një të krishterit. Në qoftë se ne nuk e kemi rënjë në jetën tonë, kjo është shumë e rëndësishme. Unë marr shumë mesazhe nga njerëz të ndryshëm, edhe besimtar të kishës tonë, të cilët në biseda apo nëpërmjet celularit, mjeteve të ndryshme të komunikimit, thonë që nuk janë shumë të kënaqur nga një herë me njerëzit të cilët janë në kishën tonë. Po, është e vërtet një gjë. Në qoftë se jeta jote dhe jeta ime nuk është e zhytur në hirin e Perëndis. Unë po ju them sonte dhe mbajini mend, ju lutem. Ne nuk do të kemi fryt shenjtërimin. Në qoftë se ju mendoni që duke bërë diçka mirë apo duke luftuar për të bërë diçka mirë, do të jetë fryti i jetës tuaj shenjtërimi, do t'ju them sonte, shikoje njeriun që ke në krahun tënd, shikoje të lutem. Shikoje mirë. Ai person që ke në krahun tënd është njeriu që ka shkel 10 urdhërimet e Perëndis. Dhe këtu mbaron predikimi im. Po ty do të thuash, dale një sekond se unë një kam shkel. Sepse ai që është në krahun tënd, je ti. Më fal, ai që është në krahun tënd është ai që ka ty në krahun tënd. Dëgjoni ju lutem çfarë dua të predikoj, çfarë dua të mësoj sonte. Fjala e Zotit thot, ligji thot, nëse ti ke shkel një ndër urdhërimet, ti ke shkel gjithë ligjin. Atëherë, a është kisha e mbushur me njerëz shkelës të ligjit? Por duhet të dim edhe një gjë që është shumë e vërtet, më dëgjoni ju lutem. Ne të gjithë që jemi sonte këtu, ne nuk besojmë se Jezusi është Zot për shkak se Jezusi e mori mëkatin ton. Jo vetëm e mori, por më dëgjoni, mëkati ynë është paguar në trupin e Jezus Krishtit. A mund të kem një, jo vetëm është marrë, është paguar çmimin të cilin unë dhe ti duhej ta paguanim. Jezusi e pagoi në trupin e tij. Prandaj bi dhe bia, miq të dashur, unë dua t'ju inkurajoj sonte për diçka që është shumë e rëndësishme. Fjala e Perëndis duhet jetë brenda nesh. Dhe nga brenda nesh të jetë duke na drejtuar ne. Fjala e Perëndis është Jezusi. Jezusi thot, kushdo që unë qëndroj tek dera dhe trokas, kushdo që e hap derën, unë do të hyj brenda. Kjo është diçka shumë e madhe. Dhe kur një vajzë 13 vjeçë një herë e dëgjoi këtë gjë që Jezusi po trokiste të dera vet, të zemra vet, ato ditë ajo pranoi Krishtin. Pas një javët, një person e pyet, dhe pyetja që i bëri ishte kjo: a ke frikë kur djalli,
Jo, çfarë do të bëje ti nëse djalli do të trokiste në derën tënde? Si do të veproje? Vajza 13 vjeçe i thot të gjë. Në momentin që ai do të trokes, do të them vetë, prit një minut, prit një sekond, Jezus hapja i qik derën. Dhe pas ti momentit, tha vajza 13 vjeçe, unë do të dëgjoj një zhurmë arratije. Pyetja që unë kam sonte është kjo, nga një herë, ne vim në kish, besojmë se Jezus i është Zot, e lexojmë fjalën e Perëndis, po kjo fjalë faktikisht na rrethon. Ky lloj besimit është dikun këtu afër nesh. Por a është Jezusi banori ynë, sepse dëgjoni, nëse djalli do të trokas, do i hapësh derën ti. Dhe në momentin që ti do i hapësh derën, unë po të premtoj, një frikë do të kaptoj, do të tmerroj. Nuk ka gjë më të tmerrshme për një njeri, se sa djalli ti trokas në derën e zemrës së vet, dhe ai apo ajo i duhet për t'i hapur derën. Shumë të krishterë bëjnë një jetë të tillë. Ata njerëz akoma nuk e kanë marrë zbulesën e hirit të Perëndis, që ky hir të jetë rënë në jetën e tyre, Jezusi të jetë banor në jetën e tyre. Dhe kushdo që do të vijë në jetën e tyre, nuk do të jenë ata që do t'i hap derën. Kur demoni vjen, kur djalli vjen dhe troket, ti vetëm i thua Jezus më fal, ka mundësi, hapi e qik derën, të lutem. Edhe nuk do të kesh më frikë. Unë personalisht besoj se ky është ndryshimi më i vërtet dhe më i madh për një person që me të vërtet e ka pranuar Jezusin Zot, ungjillin e Jezus Krishtit e ka bërë pjesë të jetës vet, hiri i Perëndis është rrenë në jetën e vet, dhe e dini çfarë? Tani më dëgjoni me vëmendje ku dua të dal. Sepse ndoshta akoma nuk e keni kuptuar çfarë, si mund të shenjtërohem unë pa 10 urdhërimet. Si mund të shenjtërohem unë në qoftë se unë nuk zbatoj ligjin? Si më tha një herë para 2 vjeç një pastor, po mirë më vlla, tha, ti thu hiri, tha, në qoftë se nuk predikoj ligjin, tha, ç'a duhet më i thon kishun? Sepse njerëzit, në fakt, pastorët apo drejtuesit e kishave janë mësuar që nëpërmjet ligjit me vun hudut kishen. Jo, ne nuk jemi zgjell, unë nuk jam zgjell me të vu ty në hudut. Unë jam zgjellur dhe jam vajosur për të predikuar ty të vërtetën e ungjillit të hirit, dhe zgjedhja jote, do e pranosh këtë të vërtetë në jetën tënde apo jo? Tani më dëgjoni. Kur Jezusi është banor, dhe ti jeton në hirin e Perëndis, dhe mëkati vjen tek ti, dhe troket, më dëgjoni lutem. Mëkati vjen dhe troket, do ngrihet Jezusi t'i hap derën. Dhe do t'i thot atij mëkatit, ti je paguar në jetën, je paguar, ti mëkat je paguar, dhe nuk ke pushtet mbi jetën e këtij personit. Largohu! Dhe nuk ke nevojë ti dhe unë të luftojmë me mëkatin. Më dëgjoni bi dhe bia, ne nuk mund të fitojmë luftën me mëkatin. Nëse ti mendon se je duke luftuar me mëkatin dhe do ta fitosh luftën, të premtoj sonte. Je duke jetuar në një luftë ku je
totalisht një njeri stresuar, që stresi po ta shkatron dhe po ta gryen jetën tënde dhe ndoshta je i smur nga stresi, për shkak se mëkati është bërë kancer në jetën tënde dhe ti je duke luftuar me fuqinë tënde, bir apo bi, mik a mikesh je sonte në sallë në këtë kish, të lutem më dëgjo. Nëse Jezus Krishti nuk është në jetën tënde dhe fjala e Perëndis nuk banon në ty, ti e ke të humbur luftën. Ndoshta ti nuk je duke rënë në atë mëkat, por lufta që ti po bën ndaj ti, është stres që po të shkatërron jetën tënde. Po kur Jezusi është në jetën tënde dhe ai është banor në ty, ai do të hap derën. Ti ndoshta mund të thuash, po unë kam një mëkat që në kohën e Krishtit nuk është njohur. Mbaj e mend sonte këtë që po të them vetë. Nëse një mëkat i të ardhmes, e të lutem këtë mbaj e mend, nëse një mëkat i të ardhmes nuk ishte paguar në kryqin e Golgotës, Jezus Krishti nuk do të ishte i ringjallur prej së vdekurish. Se ai mëkat do ta mbante Krishtin të vdekur. Por Jezusi u ringjall për shkak se çdo mëkat është paguar. E ti nuk ke arsye të thuash, ky mëkat po ma nxin jetën mua. Më dëgjo, mëkati ndoshta po të nxin jetën për shkak se je duke përpjekur me fuqinë tënde. Por ai mëkat që është duke të shkatëruar ty, ai mëkat që është duke të gryer ty, ai mëkat që është duke të stresuar ty, më dëgjo bi, më dëgjo, nuk e di ku je, kush je, por unë dua të them këtë gjë. Atë mëkat Jezusi e ka paguar në kryqin e Golgotës dhe ai mëkat në emrin e Jezus Krishtit nuk ka më pushtet dhe fuqi në ty nëse Krishti do të jetë banor në ty. A mund të kem një duardhëngritje Zotit fort? Është ky mëkat, më dëgjoni, është ky mëkat. Është mëkati, më dëgjoni, lutem, është mëkati. Që shkatron paqen. Ka shumë të krishterë që nuk jetojnë në paqë. Dhe arsyeja? Sepse janë duke provuar të vetë shenjtërohen. Duke luftuar kundër një mëkatit, ata do të jenë të shenjtë, do të shenjtërojnë veten e tyre. Bi dhe bia. E kemi luftën e humbur. Nëse ne do t'ja kishim dalë man me mëkatin, nëse populli i Izraelit do të kishte dalë man mëkatit nëpërmjet ligjeve, Jezusi nuk kishte nevojë të vinte që të vdiste në kryq. Tek Ungjilli i Markut, fjala e Zotit tregon një histori. Marku 4, 38-41. Është momenti kur Jezusi bashkë me dishepujt, ju lutem më dëgjoni se është shumë i rëndësishëm mesazhi. Ishin në bark. Dhe ishte një furtunë. Ai ndërkaq po flinte në kiç, binjes tek. Ata e zgjuan dhe i thanë, mësues, a nuk shqetësohesh që po marrim fund? Dhe ai si u ngrit e qortoi erën dhe i foli detit. Pusho. Fashitu. Dhe era pushoi dhe u bë një bunacë e madhe. Atëherë u tha atyre, përsi jeni kaq frigacak? Si nuk keni besim? Dhe ata i zuri një frikë e madhe dhe thoshin me njëri tjetrin vallë, kush është ky që po i bindej edhe era edhe deti? Unë kam marrë një zbulesë që dua ta ndaj me ju sonte. Në fakt, duke e lexuar këtë pjesë, Zoti më dha këtë zbulesë. Shiko çfarë i thon. Mësues, a nuk shqetësohesh se po marrim fund?
Dishepujt në vark ishin duke e parë Jezusin jo si Zot, por ishin duke e parë si mësues. Në qoftë se ne jemi duke e parë Jezusin si mësues, mësuesi është ai që do të thotë mos bëj këtë, pse bën kështu, bëj ashtu, kujdes këtë, i ka ndej, merr këtë dënim, ke këtë not, nuk e kalove, përsërit, kalon vjesht, nuk e morën vjesht, përsërit plasën. Me dëgjoni, sinqerisht, shumë predikues në këtë botë sot, kështu e bajnë Jezus Krishtin, si mësuesin e klasës. E Jezus i bëri një pyetje, pse jeni kaq frigacak? Si nuk keni besim? Në fakt, nuk ishte puna se Jezus ishte duke thënë, të ngriheshin atje dhe të thonin, pushodet! Po Jezus ishte duke thënë, si nuk keni besim akoma, që unë jam Zoti? Si më quani mësues? Dhe pasi ai e pushoi, shikoni pse nuk e shifnin si Zot. Se pasi ka pushu, detin dhe e bani punac, val, kush është ky? Nuk qenë ka mësues, qenë ka dikush tjetër. Po është dikush tjetër. Ai është Zoti. A mund të kem një? E nëse një duar trokit e Zotit fort. E nëse Zoti Jezus është në jetën tënde, ai nuk do të mësoj ty, më dëgjo, nuk do të mësoj. Që do në me të mësu? Si me luftu më katin? Si me të mësu Krishti? Si mos me bam kat? Më falë, qëfar kërkon që të mësoj Krishti ty? Më dëgjoni, Jezusi është Zot në jetën tonë. Dhe ne, vetëm e shofim dhe i kërkojmë. Jezus, ky demon me është afruar. Të lutem, Jezusi e kam thënë disa herë në këtë kishtë, Jezusi nuk është shpëtimtari i ditës kur e kemi pranuar si Zot vetëm. Atë ditë ne kemi pranuar si shpëtimtar. Nuk e kemi pranuar si shpëtimtarin e asaj dite, e kemi pranuar si shpëtimtar në jetën tonë. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë se ai është në jetën tonë për të na shpëtuar. Ne thrasim atë si shpëtimtar. Këtyre ju kishte humbur paqja. Dishepujve ju kishte humbur paqja. Dhe kishin frikë. Vazhdojmë me vargjet e tjera. Isaia 43:4 thot kështu: sepse ti je i çmuar në sytë e mi dhe i nderuar, dhe unë të dua, unë jap njerëz për ty dhe popull në këmbim të jetës tënde. Wow! E imagjinon se kush je ti dhe unë? Sa herë kera pre dhe të shprish paqja, je stresuar se dikush të ka trajtuar si pleher apo të ka thënë pleher. Sa herë? Mua disa herë. Edhe tani që unë jam pastor dhe jam këtu përpara është, vazhdojnë ka njerëz që duan të më trajtojnë dhe më trajtojnë si një pleher. Por më dëgjoni çfarë unë do të them. Jezusi është brenda mehet dhe ai thot këtë: ti je i çmuar në sytë e mi birim. Dhe ti je i nderuar. E më dëgjoni çfarë duhet ju them?
ne jemi të çmuar, ne jemi të nderuar, ndoshta dikush do të nderoj, të ul vlerën, të tregoj se shiko se këtu jam unë. Edhe dini çfarë më kanë thënë 2 besimtarë nga kisha jon, që kanë biseduar me një person tjetër, dhe e dini çfarë e ka thënë? Unë habitem si shkon në atë kishë. Në atë kishë nuk predikohet ligji i Perëndis. Edhe pastaj fryhen se Perëndia është i shenjtë dhe nëse ne nuk e zbatojmë ligjin edhe po fillojnë marrën edhe pozicionin e këtyne gjelave të detit. Dëgjoni, unë nuk dua që të vish në kishën time se jam unë pastor, mos hajde të lutem. Unë dua që ti t'jesh pjesë e trupit Krishtit, ku Jezus Krishti është Zot i jetës tënde. Dhe ti nuk vjen në kishën e Paulin Vilajetit, sepse unë nuk jam një njeri që predikoj të lutem, drejtoj syt drejt mejet. Unë jam një person që predikoj të lutem, shikoje Jezusin. Ai është vendi ku ti t'jesh duke parë. Ai është personi që t'jetë brenda tejet. Ai është personi i cili t'i hap derën djallit i të thotë qero. Ai është personi që do të mund çdo lloj pushtetit. E shikoni? Ky është predikimi që unë bëj. Të predikosh të vërtetën, më dëgjoni çfarë duhet të them, të predikosh të vërtetën e ungjillit hirit, të predikosh hirin e Perëndis, duhet kesh kujdes se njerëzit mund të rrëshqasin. Njerëzit janë të rrëshqitur. Nëse njerëzit jetojnë në mëkat, kanë rrëshqitur. Në fakt, një person i cili vjen në kish, thotë Jezusi është Zot, dhe pjesën e jetës tjetër e përdor në shturje, nuk jeton në hirin e Krishtit. Më shkruante një besimtare, e më thoshte që, pastor, besimtarët e kishës tonë disa, shkojnë në pub, kërcejnë si të çmendur. Ka një problem, jo me mua, ka një problem me të vërtetën e Perëndis, me të vërtetën e hirit. E dini pse? Një person i cili, dhe unë duhet ju them këtë gjë, i keni vënë re këta çunat në për Tiranë, që vënë kështu në timon dhe rrinë kështu në ato makinat luksoze. E keni vure edhe atë magnetofonin në fund. Unë nuk e di më vlla, gjitha i rritëm edhe ata rrinë si të ngrirë. Edhe të shohin me inat, një tingull. E dini, jeta atyre është aq e pasigurt sa duan ta mbushin jetën me këtë zhurmë. Nëse ti nuk je i zhytur në hirin e Perëndis dhe nuk je i sigurt në Krishtin, do kërkosh diçka tjetër që të mbush ty. Më dëgjoni, unë nuk gjykoj asken në kishën tonë, asnjë njeri. Por unë dua të them, nëse nuk beson se mëkati jot është i gjykuar, ti do të jetosh prapë në atë mëkat. Kjo nuk ka lidhje se unë jam personi që po predikoj hirin e Krishtit dhe njerëzit janë duke u shturur. Jo, më dëgjoni, njerëzit e shturur nuk e kanë përjetuar akoma të vërtetën e Perëndis, nuk janë zhytur në hirin e Perëndis. Dhe ky është shkaku pse njerëzit jetojnë në mëkat bi dhe bija. Të krishterë që jetojnë në mëkat është se nuk janë të plotësuar nga Zoti dhe kërkojnë plotësimin tek një mëkat. Nëse je i plot me Zotin, Jezusi është brenda teje, ti nuk ke nevojë për asgjë tjetër përveç se Krishtit. Dhe Jezusi është personi që do hap derën, Jezusi është personi që do ngrej zërin, Jezusi është ai që do ngrej dorën dhe stuhia do të fashitet dhe gjërat do të ndryshojnë dhe ti do të jesh një person i cili do jetosh në prehjen e Zotit. Prandaj nuk jeton në prehjen e Zotit, prandaj ke konflikte, prandaj je i stresuar. Përse?
Sepse nuk je duke jetuar në prehen e Zotit. Krishti është brenda tejet, ai nuk do t'jap një njeri. Unë jap njerëz dhe vetëm kaq kombe thot. Kombe. Jep për jetën tënde. A mund t'i japim Zotit një dorë trokitje? Jezusi nuk është një person i cili të jep një paqë që është për një farë kohet. Si paqë njerëzore, se fjala e Zotit thot këtë. Vazhdojmë vargun tjetër, lutem. Po ju le paqen, tek Gjoni 14:27. Po ju le paqen. Paqen po a le, paqen time po a jap. Unë u a jap, jo si që a je bota. Zemra juaj mos u trondit, mos u friksoft, më dëgjoni çfarë. Paqja e Zotit nuk sjell tronditje në jetën tënde dhe timen. Paqja e Zotit nuk sjell frikë. Në qoftë se Jezusi nuk është në jetën tënde, një problem vjen. Je personi që je ti që duhet ta luftosh problemin. Problemi është aq i madh i frikshëm sa ti ndoshta nuk flen me ditë me radhë. Të ka ndodhur? Që i personi i cili të ka ndodhur diçka dhe je tronditur dhe ke jetuar si tronditur? Më dëgjoni çfarë? Unë nuk them se ne nuk duhet jemi njerëz të pandjeshëm. Paqja e Perëndis nuk sjell pandjeshmëri në jetën tonë. Paqja e Perëndis sjell atë situatë kur në momentin që problemi vjen, ti e ndjen, thret Zotin për shpëtim, si shpëtimtar. Kur smundja vjen, thret Jezusin. Kur mëkati vjen, thret Jezusin. Pam dera. Kush është? Jam djalli. Një sekond, Jezus hapja i fije derën. Me prap do t'ik, se ai e ka mundur djallin, ai e din çfarë do të emri Jezus, dhe prandaj ti do t'jetosh në fitoren e Jezus Krishtit. A mund të kem një haleluja? S'ke nevoj mu të rëndit pëse qani fmi, gjithashtu. Jezusi është një person që kur është në jetën tënde, është një person që nuk është duke kërkuar potencialin tënd. Ai mund bëj ty një pyetje, si që ndodhi tek Gjoni, kapitulli 6, apo ku është? Kapitulli 6, 1 deri në 13. Pas këtyre, Jezusi kaloi përtej detit të Galiles, të Dibernatës, i tur me malle e ndiqte, sepse shikonte shenja që ai bënte mbi të sëmurët. Dhe Jezusi u ngrit ngjit në mal, dhe atje u ul me dishepujt e tij. Dhe Pashka, festa e judejve, ishte afër. Jezusi pra i ngriti syt dhe pa se ishte një tur me malle që vinte tek ai, dhe i tha Filipit: ku do të blejmë bukë që këta të hanë? Jezusi bën pyetje. E Filipi thot, por ai thoshte për këtë ta ve, për ta vënë në provë, thot. Pra, sepse ai e dinte se ç'do të bënte. Filipi u përgjigj: 200 denar buk nuk do të mjaftojnë për ta, që se i cili për i tyre mund të kenë një copë. Më dëgjoni, jo sa të ngopesh, po një copë. Vazhdojmë. Andrea, vllai i Simon Pietrit, një nga dishepujt e tij, i tha: këtu është një djalosh që ka 5 buk elbi,
dhe 2 peshë vegjël. Po që janë këto? Për aq shumë njerëz. Dhe Jezusi tha, bëni njerëzit ulen. Por në atë vend, kishte shumë barë, burra pra, u ulen rreth 5.000 në numër. Vazhdojmë. Jezusi mori bukën, dhe pasi falenderoi u andau dishepujve dhe dishepuj atyre që ishin ulur, po kështu dhe peshqit, aq sa deshen. Dhe mbasi ata u ngopen, jo nga i të bukë, pasi u ngopen, a ju tha dishepujt vetë, mlidhni copat që të pruan, që të mos shkoj asgjë. I mblodhen pra dhe mbushen 12 shporta me copa nga 5 buk prej elbi që u të pruan atyre që kishin ngrënë. Vazhdo? Apo kaq ishte, kaq? Mbushen 12 shporta. Dëgjoni çfarë duhet ju them. Jezusi, shikoni, Jezusi nuk shikon sa kemi ne dhe sa e madhe është nevoja jonë. Se kjo është ajo që na prish paqen ne. Besojmë se Jezusi është Zot, shohim sa kemi, shohim sa e madhe është nevoja dhe fillon frika, fillon pasiguria, fillon tronditja, fillon stresi, fillon pagjumësia, fillon t'jesh me i nervrikosur, fillon t'jesh njeri jo normal dhe thua Jezusi është Zot në fund. Po pse? Si Jezusi është Zot? Në çfarë kuptimit? Unë besoj me gjithë shpirt, se aty ku Jezusi është banor, çfarë do lloj oferte që bota do t'jap, Jezusi do ta hap derën. Shiko, në qoftë se Jezusi nuk është përgjigja në jetën tënde, bota do t'jetë përgjigje. Mbaje mend prej mehet. Nëse Jezusi nuk është plotësi, diçka tjetër është plotësi. Nuk mund të shenjtërohesh thjesht duke lexuar Biblën e duke e pa Jezusin si mësues. Ti dhe unë shenjtërohemi vetëm në një mënyrë, jemi të shenjtë në fakt, nuk ka nevojë që jemi shenjtëruar. Ne jemi të shenjtë për shkak se ai është i shenjtë. Ai është në ne. A mund të kem një duar trokitje Zotit fort. Unë dua që ti tiksh me një paqë nga kjo kishë sonde. Jo me paqen time. Dua që të shkosh me paqen e Krishtit. Dhe unë të premtoj në emër të Jezus Krishtit, ajo paqë nuk do të trondis. Ajo paqë nuk do të lejoj që frika të të kaptoj. Është Jezusi. Ata kishin 5 buk, 2 pesh, 5.000 burra, pa numëruar gratë dhe fëmijët. Ç'a mund bëjmë ne? Ishte një panik tek dishepujt. Jezusi i mori, ngriti syt, falenderoj, dhe turma u shye aq sa u ngop. Jezusi nuk don që ti të kesh një kothere. Jezusi nuk don që ti të kesh një copë buk. Në qoftë se ke vetëm një copë buk, është me fuqinë tane. Qoftë se ke të kanë dhënë një kothere, ta kanë dhënë njerëzit me fuqinë e vet. Jezusi do t'jap aq sa ti të ngopesh. Edhe unë po të them, më dëgjoni, këta njerëz nuk shkuan në pub për të ngop pastaj. Nuk kishin nevojë të shkonin më në pub apo në një restorant. Këta ishin të ngopur. A mund të kem një duar trokitje Zotit?